إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga Allahu xhaleshanuhu falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi sot në hijen e temës të cilën e kam zgjedhur për sot, e që është emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu ash-Shahid. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu ash-Shahid gjuhën tonë e ka kuptimin dëshmuesi ose dëshmitari. Allahu xhaleshanuhu nuk mund të shmanget asnjë punë, asnjë vepër e krijesave, pa qenë ai dëshmues dhe dëshmitar, dhe kjo nënkupton se Allahu xhaleshanuhu është i gjithdijshëm, madhrinë e tij. Allahu xhaleshanuhu është dëshmitar i çdo aktiviteti në krejt gjësi, qofshin ato fjalët e një të dërguari apo rënja e pikave të shirë. Kështu, ne jemi të sigurt se asnjë e vërtet ku nuk do të humbet. T'jesh dëshmues nënkupton t'jesh i pranishëm me një ngjarje. Allahu kur nuk mungon nga çfarëdo vendi apo në çfarëdo kohe, por prania e Allahu xhaleshanuhu është e pavarur nga kuptime relative të tilla që burojnë nga natyra e jonë njerëzore, e cila është e kufizuar. Në surën Seb, ajeti 47, Allahu xhaleshanuhu thotë: "Wa huwa ala kulli shay'in shahid." Dhe ai është për mbi çdo gjë dëshmues. Nuk ka asgjë që ne e bojmë e të mos jetë dëshmues për atë Allahu xhaleshanuhu. Dituria Allahu xhaleshanuhu jo vetëm që i përfshin në të gjitha gjanat, por as nuk varet e as që harrohet nga kohë. Në surën Yunus, ajeti i 61, Allahu xhaleshanuhu thotë: "Wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda." As ti, o Muhammed, nuk ban ndonjë vepër, nuk ban ndonjë punë, as nuk këndon ndonjë pjesë nga Kur'ani, dhe as ju njerëz nuk bëjni ndonjë vepër, ndonjë punë, vetë se ne jemi dëshmues mbi ju kur ju e punojni ata, kur ju e veprojni ata. Dietarët islam në lidhje me këtë thojnë: për dëshmërinë tonë i kemi 3 dëshmitarë popular, cilët
do t'i shqillojmë pikat vijuse. E ato janë: dëshmitari i parë për secilin prej nesh është toka. Dëshmitari i dytë janë melaiket. Dëshmitari i tretë janë gjymtyrët tona. Dëshmitari i parë, toka. Kjo tokë, në për të cilën po ecim, po ushqihem, po pushojmë, do t'jetë dëshmitare para Allahu Xhaleshanuhu për gjunahet tonë. Po kjo tokë, një ditë do të ofroje prova dhe do të dëshmoje për secilin prej nesh. Do të flase për çdo gjuna që është bon ta. Do të vijë një ditë kur ajo do t'i shpalos, do t'i zbuloj, do t'i publikoj dhe do t'i nxjerrë shësit dhe sekretet tonë. Ka mundësi që ne, si njerëz, këtë punë mund t'a kuptojmë si jo serioze. Ose do t'jemi nga ata të cilët kërkojmë argument për shpalljen e provave kundër nesh, të cilët do të paraqiten ditën e Kiametit, do të paraqiten ditën e gjykimit. Në surën Az-Zelzele, prej të ajeti i parë deri te ajeti i 4, Allahu Xhaleshanuhu thotë: "Idha zulzilatil ardu zilzalaha", kur të dridhet toka me dridhjet e saj të fuqishme. "Wa akhrajatil ardu athqalaha", dhe të nxjerr toka atë që kanë brendësinë e saj, barrën që e ma mrena. "Wa qala al-insanu ma laha", dhe njeriu do thotë: çka ka kjo? Çka po bën kjo dridhje? Pse po dridhet toka? Këtë pyetje do ta bëjë njeriu. "Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha", atë ditë toka rrëfen tregimet e veta, rrëfen ngjarjet e veta, rrëfen historitë e veta. Fjalët e Allahu Xhaleshanuhu, atë ditë toka rrëfen tregimet e veta, i shpjegon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë. Padyshim që lajmet, tregimet e asaj dite janë dëshmia për çdo njerin që ka vepruar në sipërfaqen e tokës, duke thënë: e ki bë këtë vepër, e ki bë këtë punë, po në këtë ditë. To pra janë rrëfimet e asaj dite. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhi. A thua njeriu i cili bredh rrugëve të kësaj toke për me shfrir epshet e tij shtazarake, e kujton dëshmin e tokës një ditë që do t'i nxjerrë gjunahet para Rabbul Alamin, para krijuesit të gjithësisë. A thu njeriu i cili rrugton prej një vendi me një vend tjetër për mi bon gjuna Allahu Xhaleshanuhu, për mi bon mëkate Allahu Xhaleshanuhu, e kujton ditën kur toka do t'i nxjerrë, do t'i zbuloje, do t'i qese haramet të cilët i punon njeriu. Nuk ta mshej toka, sepse toka është krijesë e Zotit Dhul Xhelal. Nëse na i mshej gjunahet tona, nëse na i mblon gjunahet tona, është Allahu Dhul Xhelal. Si dëshmitari i dytë janë melaqet. Melaqet shënojnë dhe regjistrojnë veprat tona të mira dhe të këqija. Allahu Dhul Xhelal në surën Infitar, prej të ajeti i 10 deri te ajeti i 12, thotë: "Wa anna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Padyshim që mbi ju janë ruajtësit. E ka fjalën për melek të caktuar me përgjegjësi për njerëzit, për t'ju vëzhgu juve, kiramen katibin, të nderuari që shkruajnë veprat tuaja.
ata din gjithë shka që ju punojnë. Vëllezër të ndershëm besimtarë, qysh në veçlinë e hershme, qoftë prindërit tonë, qoftë ata të cilët kanë mësuar nëpër mektebe, e kanë mësuar me lekët kiramën që t'i vinë, janë dy melekë, të cilët njëri i ri në krahun e djathtë, i cili shënon fjalë, mendimet, veprat e mira. Tjetri i ri në krahun e majt, i shënon fjalë dhe veprat e këqija, mendimet si shënon. Dhe këto do të jenë dëshmues, do të jenë dëshmitar, kur ditën e Kiametit, kur des njeriu mbillet dosja e shënimeve, kështu që me to do të takohesh. Pas daljes tonë nga varri, do të vijë dosja e shënimeve tona që janë regjistruar nga këto melaqe në dunja. Allahu Dhul Jalal do ta urdhojë njeriu që të lexojë shënimet e veta. Momenti vështirë, shumë momenti vështirë vëllezër të ndershëm besimtarë. Krejt dosjen që ki shkruajt në jetën tonë që i ki punu, do të jipën ditën e ahiretit dhe ti kemi lexuar. Momenti vështirë. Njeriu do të qëndrojë para madhrisë së Allahu xhaleshanuhu, para krijuesit i zhveshur, bashkë me ta edhe dosja e shënimeve, divani për mbledhje shpirat dhe të këqija. Hazreti Aisha e vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, si është e mundshme që do të jemi të vdeshur, do të dalmi para Zotit. A nuk do të kemi në medveti gjuna? A nuk do të kemi në medveti madhe? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, se cilja ditë ka hapën e vetë. S'ka vatë me i këshirën tjetër. Kur ti i për dosja, a ka muhabit me dosjen e vetë dhe e këni pa edhe në dunja. Kur mirë është me një punë e të folë ti, hyqë kur punë si ki e menë. Pra fërsisht një shenë. Edhe në këtë ditë vëllezër të ndershëm besimtar, me laqet kiramën këtë i vinë, do t'jenë dëshmuesit tonë, do t'jenë dëshmitarët tonë, dhe do t'na japin dosjen tonë, që kemi punon të një. Dhe në atë dosje, do të dalmi para Zotit, do të lexojmë se cili veç e veç. Para mendoni vëllezër të ndershëm besimtar. Me e mush atë dosje me gjuna. Me e mush atë dosje me mëkate. Me e mush atë dosje të cilët do të vinë turp dhe të lexosh. Pastaj dëshmitari i tretë janë gjymtyrët tona, vëllezër të ndershëm. Gjymtyrët e trupit tonë, si durë, kam, gjuha, sy, vesht, bile dhe likura jonë të cilin e marë. Gjitha këto vëllezër të ndershëm besimtarë, kanë me dëshmu për neve në ditën e gjykimit. Do t'i zbulojnë gjunahet tona, do t'i zbulojnë krimet tona, do t'i zbulojnë haramet tona. Dhe krejt këto do të bëhen publike. Në këtë dunja, bojmë të një lëshim ndaj ligjit, dhe zhojmë një advokat mirë, i japim pare sa kemi mundësi mi dhonë, a në rrinë këtë herë, në rrinë qëtërën herë, në rrinë edhe një herë, dhe njësat në ishtere mirë pare, që ta mblojnë krimin që kemi bërë. Ama në ditën e Kiametit, kjo zlenë, vëllezër. Ditën e gjykimit, kjo nuk lenë, sepse dhe gjymtyrët tona do t'jenë kundër nesh. Në surën Yasin, ajeti 65, Allahu Dhul Jalali thotë: Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sot ne u mbyllin gojën atyre. Neve sot na fles, ose na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre dëshmojnë për atë që kanë punuar. Duart e tona, vëllezër të ndershëm besimtarë,
ditën e gjykimit. Kanë më drejtu dhe kanë më na drejtu neve. Kanë më drejtu për çfarë Zotit. Po edhe neve, o Zot. Të dur që këtë gjuna e kanë bërë. Goja që do të folë, dora ka me folë. Koma jo vëllezër të ndershëm besimtarë, ka me dëshmu dhe ka me thonë, kjo kom ka shku në këtë haram. Këto kom janë ata të cilët s'kanë rarë se ishte. Këto kom janë ata të cilët nuk kanë adhuru ti. Të dur janë ata të cilët kanë bërë zotonë. Gjithashtu, do të flasë vëllezër të ndershëm besimtarë edhe likura jo. Në surën Fussilet ajeti 21. Allahu xhaleshanu thotë: "Wa qalu li juludihim lima shahidtum alejna." Kur që drejtohemi na likurave tona dhe që thonë përse ju sot dëshmuat kundër neve. Pse u bonoj likur kundër neve? Çka kanë me thonë? Ato kanë me thonë Allahu xhaleshanu që çdo sejdi i ka dhënë me fol përveç gojës, jam sheli gojën, jam sheli Zotin ditën e gjykimit. I dha mundësi me fol në dorës, i dha mundësi me fol kamës, i dha mundësi me fol sinë, i dha mundësi me fol në veshit, kretë gjimtirëve tjera i dha mundësi, do të përgjigjet edhe likura dhe neve Zoti xhaleshanu na dha mundësi me fol, sepse Allahu xhaleshanu është ai i cili krijoi juve herën e parë dhe vetëm se tek Allahu xhaleshanu do të kthehen. Kështu do të përfundoj procedura e dëshmive vëllezër të ndershëm besimtarë. Ndaj secili prej nesh do të mundohemi që ta kuptojmë mirë këtë emër të bukur të tij. Emrin e shahid, dëshmuesi. Allahu xhaleshanu është dëshmitar i gjitha ngjarjeve tona, i gjitha ndodhive tona. Dhe ne duhet të jemi nga ata të cilët këtë emër të bukur të tij ta stolisim zemrën tonë, ta stolisim imanin tonë dhe ta përmirësojmë vetveten tonë. Pasi që sot është një ditë shumë e madhe vëllezër të ndershëm besimtarë, për kombin tonë. Është dita e 7 marsit. Secili prej nesh që jemi këtu në xhami sot ka kujtime nga fëmijëria e tij. Ka kujtime nga mësuesit e tij dhe mësuesit. Dhe ne këtë ditë duhet ta festojmë. Këtë ditë duhet ta nderojmë me nderime të veçanta. Sepse me dhënë dikush dritë vëllezër të ndershëm besimtarë, nuk ka sen më të vlefshëm. As mund të përshkruhet, por vetëm përjetohet. Sot është dita e mësuesve tanë. Bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanu që të gjithë mësuesit dhe mësuesit që nuk janë mesin tonë, Allahu xhaleshanu t'i na gradon me gradat e larta të xhenetit. Mësuesit dhe mësueset që janë në penzion, Allahu xhaleshanu ju thash të jetë të gjatë, të kënaqen me pensionin e tyre. Dhe ne kur t'i takojmë ato, t'i respektojmë, t'i nderojmë, t'i duam, kursa ata të cilët gjenden dhe janë aktiv në shkolla, t'i përkrahim, që ndihmojmë sepse ata e përgatitin ardhmërinë tonë, sepse ata mirën me fëmijët e tonë, sepse atyre do ta kemi dërgu amanetin tonë. Dhe këtë amanet që Zotit e kanë morë dhe Zoti i shpërblet me mirat e tij të pakufishme. Duke ditë se mesin tonë kemi edhe shumë mësues dhe mësuese të cilët janë mesin tonë,
juftoj bashkarisht që t'i kujtoj me një Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Urime të gjithë mësuesve dita e 7 marsit. Inshallah kaloni çaste të mira, inshallah jemi nga ata të cilët u adim vlerën, ju nderojmë, ju respektojmë atë sa kemi mundësi. Alhamdulillah. إلهي wa khallaqi